Fillimisht ishin 31 kursant që mbrëmjen e së mërkurës patën simptoma si të vjella, diare, temperaturë dhe dhimbje koke dhe përfunduan në spital për ndihmë mjekësore. Pas tyre mëngjesin e sotëm u paraqitën me simptoma helmimi në qendrën shëndetësore të Akademisë së Sigurisë dhe 29 kursant të tjerë që u dërguan po ashtu në spitalin infektiv në QSUT. Reporteve mësoi përmes burimeve se kursantët të cilët ishin kthyer të hënën në ambientet e akademisë nga praktika disa javore në përkomisariate kanë konsumuar në vaktin e darkës të mërkurën, pilaf, makarona, fasule, sallam, salqiqe, kos, qumësht dhe buk. Ushqimi në akademi ofrohet nga kompania private e cateringut Sorial. Për rastin ka nisur një hetimi përbashkët i Komisariatit nr. 1, Agjencisë së Mbikëqyrjes Policore dhe Autoritetit Kombëtar të Ushqimit. Policia njofton zyrtarisht se AKU ka marrë mostra të ushqimeve të konsumuara, të cilat do t'i nënshtrohen analizave laboratorike, ndërsa priten edhe përgjigjet e analizave të spitalit, ku u trajtuan kursantët për të përcaktuar shkakun e helmimit. Nga ana e saj, kompania hoqi përgjegjësinë nga vetja, duke deklaruar se brenda akademisë ka raste të hyrjes së ushqimit të porositur nga jashtë. Janë konstatuar dhe dokumentuar raste të futjes dhe konsumimit në ambientet e akademisë të produkteve ushqimore të porositura nga jashtë sistemit të furnizimit të kontraktuar. Ky është një element faktik i dokumentuar nga ana jon, i cili sipas vlerësimit ton duhet të jetë pjesë e hetimit objektiv të institucioneve kompetente, pasi çdo ushqim i konsumuar jashtë zinxhirit të kontrolluar të furnizimit mund të përbëjë një faktor që duhet të verifikohet. Megjithatë, helmimi në mas duket se rrezon këtë hipotezë, për më tepër se ky është rasti i dytë në më pak se 2 muaj. Më 7 maj, 56 studentë u helmuan nga ushqimi me catering i shërbyer nga e njëjta kompani, Sorial, me administrator Alma Tafanin, gruan e Nikoliniakës. Në atë rast, mostrat e analizuara zbuluan se makaronat ishin të kontaminuara me bakteret e Escherichia coli dhe stafilokok, një fakt që dëshmon mungesë të kushteve të përshtatshme të higjienës, si në mjediset ku është përpunuar ushqimi, ashtu edhe të personave që kanë trajtuar. Kuzhinieri Kujtim Ballgjini dhe teknologja e kompanisë Kristiana Plaka pohetohen të lirë. AKU fillimisht bllokoi aktivitetin e Sorial dhe u gjobit me 1.5 milion lek për ushqim të pasigurt dhe kushte të papërshtatshme higjieno-sanitare, por më pas e la të lirë kompaninë të vjonte aktivitetin. Për rastin e parë, Prokuroria e Tiranës ka nisur hetim, por ende nuk dihet të ketë ndonjë përfundim. Temperaturat e larta të verës shtojnë edhe më shumë rrezikun e helmimeve nga ushqimet. Në Report TV, specialisti i SHP-s Naun Sinani dha disa këshilla për kujdes. Ushqimet duhet të mbahen të freskëta. Nuk mund të mbahen në temperaturë të dhomës kur ato janë shumë të larta, domethënë për jashtë më shumë se 1 orë, po them. Ushqimet e papërpunuara, domethënë mishi, shpendët, ushqimi shpendët që mund të kemi aty, produktet e detit, domethënë, duhet të jenë të ndara nga njëra tjetra, pa mos të jenë të bashkuara, për të ndaluar përhapjen e bakterëve të rrezikshme.